Mendoj që marrëveshja më shumë mundësi që mund t'i ofrohet Iranit do jetë heqja dorë përfundimisht nga programi bërthamor, në kuptimin që nuk do ketë mundësi për ta rinisur programin bërthamor, dhe e dyta më shumë mundësi do ketë heqja dorë nga raketat balistike në programin raketave balistike të Iranit, sepse Izraeli arriti të godiste të paktën gjysmën e raketave balistike të Iranit dhe të paktën gjysmën e sistemeve hedhës të raketave balistike të Iranit. Në marrëveshje më shumë mundësi mund t'i ofrohet ose një kufizim i programit të raketat balistike ose heqja dorë nga raketat balistike. Heqja dorë nga raketat balistike është gjë shumë e vështirë ndodhi, sepse raketat balistike janë praktikisht kënaqëria e Iranit në 30 vitet e fundit dhe ne pamë në luftën e Izraelit që përveç raketat balistike nuk kishin asgjë tjetër. Flota ajrore iraniane u shkatruar gjitha nga Izraeli, pra nuk ka ngelur asnjë avion luftarak në Iran dhe vetëm gjë që ka ngelur është ai numri i caktuar raketave balistike. Kështu që në këtë pikë ku ndodhet Irani, ndodhet një pozitë shumë të vështirë ushtarake. Dhe në tavolinë ajo që do i ofrohet më shumë do jetë një formë kapitullimi, sepse nuk mund të negociojë Irani në këtë pikë ku ndodhet, sepse gjithë hapësirën ajrore të saj e ka në kontroll Izraeli dhe nëse nuk pranon marrëveshje shumë, Izraeli mund të vazhdojë godasjen përsëri pas një jave në Iran.